Në ora 12 dikon njëri gati shkruaj me dhunë, me dashmi, shkon në zek kështu, hini më ana thash ulëm. Tregom të shaki, sa ma kanë vjedh gruan. Ma kanë vjedh gruan, po. Thash, kush ta ka vjedh gruan? Shkruaj më thonë me emrin mbi emrin. Prit thash pak, Petiri bashkort në telefon, apo jarçoj zonin, po them, ku je? Kjo për fat than prizren. Dhe unë tash me një ton malot, kush ka vet? Kone ke vetësh, pse ke shku në prizren? Thash, që marrë thash, edhe pas ka shku në prizren. Po që thash shkon në polici, se në asjen për atë punë, mos aje shkojnë në polici. Po, kjo më telefonoj, shka ndojë, thash. Se për me tërë shumë... Më mërë qudi, nuk e di që në marë të qonë kontakt. Marë si tu, thash pak me zbut zemrën, thash që shkon në polici, thash, se unë jam për këtë punë, thash edhe jam e pas ka shku, së polici të ndojë. Edhe kjo rast të kom pak... reagime kështë qytetarëve. Pa, loj raste. Këto raste që i tregut, po më vjen me të vërtet mirë që jo vetëm zyra, po dhe shtëpia që ka hapur për qytetarët. E për këtë rastin e fundit, këtë të tretin, gruan nuk ta vjedh askush. Ashtë ashtu? Jo ta vjedhin ka njerë. Jo, ashtu vërtet. E kemi shumë raste, ka njerës kanë probleme, së do mos kohën e fundit kemi probleme mas shumë të me smundje. Për shkak nuk kemi problem për banim social, sa kemi me smundje. Smundit e randa dinë që kushtojnë shumë shtrajnë, që po mundohemi mu përballë me ta sa ke mundësive tona, po s'do të qoftë, veç një sen do të ta kuptojnë me shqiptarë, do të me analizë kujnë e konë para 25 vitit ku ke marrë sot, a ka mundësi ma mirë, zdo e ka mundësi ma mirë, e kuptoj ato, po do të me punë, do të jemi bashkë, kur interesi i shtetit dhe i komi, do të jemi bashkë, s'ka parti politike, për me mujtë me zhvillu këtë vend edhe me esë përpara. Sari kam parë këto paraqitjet e juaja televizive, më jeni dukur kështu si qifti perfekt. Cili është sekreti mbase i një